Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku zbulon frutin që ul kolesterolin, mban në kontroll diabetin dhe forcon zemrën. Vetit unike dhe ushqyese të arrave janë një shtysë për të mbajtur organizmin në formë dhe në një shëndet më të mirë. Me përmbajtjen e 6 deri në 8 kokra arra në ditë, do të mbulohet kërkesa ditore për yndyrna të mira omega 3. Me burime të proteinave dhe të fibrave, një rezervë e jashtëzakonshme mineraleve si fosfori dhe magnezi, arrat sigurojnë ato acide yndyrore të pangopura që kërkohen si ilaçe për zemrën dhe për arterje. Një porcion prej 30 gram që korrespondon me pjesën e brendshme të lëvozhgës përmban 2 gram omega 3, që mjafton për të mbuluar kërkesën mesatare për një ditë të tërë, një shembull unik që ekziston vetëm tek arrat. Një studim masiv i Harvardit që analizoi zakonet e të ngrënit të pothuajse 120.000 amerikanëve gjatë 30 viteve, u shfaq një lidhje midis konsumit të arrave një herë në javë dhe rrezikut më të ulët të humbjes së jetës me 11%. Natyrisht duke vlerësuar një tablo më të gjerë në kuptimin që ngrënësit e arrave ndoshta ndiqnin më shumë dieta mesdhetare sesa dietat perëndimore, bazuar në ushqimet e gatshme, mishin e kuq dhe pijet e gazuara. Fakti mbetet se, pa teprime dhe një mënyrë jetese jo sedentare, arrat janë një ushqim që e bëjnë njeriun të jetojë më gjatë. Përbërësit, falet të dhënave të mbledhura gjatë këtij studimi të gjatë, u bë e mundur të theksojë një marrëdhënie me hipoglicemin. Me 2 ose më shumë porcione në javë, incidenca e diabetit do të binte me 24%. Megjithatë, një rishikim tjetër i cili krahasoi 13 studime i lidhi ato gjithashtu edhe me uljen e kolesterolit LDL. Pra arrat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që tashmë vuajnë nga luhati i sheqerit dhe problemet e kolesterolit. Konsumi 6 deri në 8 kokra arra në ditë është më se e mirë për organizmin tuaj. O përveç kësaj, arrat janë një ushqim shumë i shëndetshëm për trurin tuaj, duke ndikuar pozitivisht në mbrojtjen e tij dhe duke sjellë gjithashtu shumë përfitime unike duke ndikuar edhe në mbrojtjen e performancës së tij. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë tek arrat zhvillojnë gjithashtu edhe shëndetin e turrurit, pasi do të ndikojnë në përmirësimin e kujtesës dhe në luftën kundër depresionit. Ka në vlera të mëdha ushqyese, pasi do të ndikojnë drejt për së drejti në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre, duke siguruar trupit një sër antioksidantësh të veçantë. Arrat kanë edhe vitamina. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, gjithashtu ato përmbajnë edhe shumë folat dhe tiamin. Sa më e madhe vitamina E, mangan, magnez, fosfor dhe hekur, aq më shumë përfitime do të keni për shëndetin tuaj. Arrat janë të pasura me omega 3, element të veçantë ushqyes për trupin e njeriut duke ndikuar pozitivisht edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Omega 3 dhe omega 6 janë acide yndyrore që nevojiten trupit në rritjen e qelizave, për imunitetin, për gjakun dhe gjithashtu për një performancë më të shkëlqyer të tij. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të kolesterolit, duke siguruar trupit më shumë përfitime unike. Ato përmbajnë elementë të cilët lidhen me nivelin e mirë të kolesterolit. Arrat, falë prezencës së acideve yndyrore omega 3, ulin në nivele të qëndrueshme kolesterolin e keq. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të flokut, duke siguruar trupit një sër mineralesh të rëndësishme, të cilat do ta ndihmojnë gjithashtu në fuqizimin e shëndetit tuaj. Vaji i arrave përmban biotin, vitaminën B7, kalium omega 3, omega 6 dhe omega 9. Këto elementë do të forcojnë gjithashtu edhe folikulat tuaja të flokut. Gjithashtu arrat kanë veti kundër mykut dhe mbajnë larg edhe infeksionet. Arrat janë një ushqim shumë i shëndetshëm për lëkurën tuaj, duke siguruar trupit edhe përfitimet unike. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin kundër radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke siguruar trupit tuaj të gjithë elementet e nevojshëm në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj siguroni të përfshini arrat vazhdimisht në dietat tuaja. Arrat janë të mira kundër shëndoshjes. Arrat përmbajnë proteina dhe fibra të cilat janë të mira dhe ju mbajnë të shëndetshëm për një kohë më të gjatë, duke ndikuar kështu pozitivisht
edhe në organizmin tuaj. Arat janë të mira për shëndetin e kockave. Arat i bëjnë mirë kockave falë përmbajtjes së yndyrnave omega-3, element këtor shumë të rëndësishëm gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të mirë. Arat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për tretjen. Meqense arat janë të pasura edhe me fibra, ato janë një ushqim i pëlqyer në luftën kundër problemeve të tretjes dhe sigurisht do t'i ofrojnë trupit mira minerale të rëndësishme duke ndikuar pozitivisht edhe në fuqizimin e tij. Arat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat të cilët tashmë vuajnë nga problemet e pagjumësisë. Gjendra pjenale në trup prodhon hormonin melatonin i cili përgjigjet edhe për gjumin, dhe arat mund të sigurojnë shumë përfitime në këtë aspekt duke u mbrojtur edhe kundër problemeve të pagjumësisë, sidomos në situatat tuaja më stresuese. Arat janë një zgjidhje shumë e mirë në forcimin e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Arat ndihmojnë kundër ekzemave, psoriazave, astmës, artritit dhe problemeve të reumatizmës. Por ajo që është më e rëndësishme është se arat përmbajnë element të shëndetshëm që përmirësojnë imunitetin dhe parandalojnë gjithashtu problemin e radikaleve të lira në trup. Ushqimi i shëndetshëm me 75 grama ara në ditë mund të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin e cilësisë suaj të riprodhimit. Vaj arës ka veti të shkëlqyera si astrigen që ndihmon për të mbajtur lëkurën më të butë dhe është të përdorur edhe me sukses në trajtimin e problemeve tradicionale të lëkurës, duke sjellë kështu përfitime unike në dobitë të saj. Arat janë një frut që përdoren shumë në veçanti edhe për problemet siç mund të jenë edhe ato të kujtesës. Arat njihen si një pastrues i gjakut dhe janë i mirë edhe si një zgjidhje në trajtimin e problemeve tuaja, sidomos edhe kundër problemeve të kolesterolit. Arat përmbajnë shumë lëndë ushqyese të rëndësishme, veçanërisht acidet yndyrore omega-3, të cilat janë thelbësore për shëndetin tonë optimal. Më konkretisht, ato janë të mira gjithashtu edhe në parandalimin e problemeve të plakjes, ku në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore të tyre në shëndetin tuaj sipas health.com. Ngrënia e disa arave në ditë mund të ndihmojë gjithashtu edhe në mbrojtjen e lëkurës suaj nga problemet siç mund të jenë ato të lëkurës nga fotoplakja dhe ndihmon të dukeni më të reja për më gjatë. Arat janë të pasura me vitaminën B e cila mund të zvogëlojë pigmentin e lëkurës dhe të ndihmojë trupin të prodhojë qeliza të shëndetshme të saj. Arat e mbajnë lëkurën më të hidratuar. Marrja e mjaftueshme omega-3 është jetike për shëndetin e lëkurës sonë, pasi ndihmon në balancimin e prodhimit të vajit, elementi toksinave dhe mbrojtjen e lagështisë dhe ndihmojnë gjithashtu lëkurën të duket më e mbrojtur. Arat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin e njeriut, dhe përfshirja e tyre vazhdimisht në dietën tuaj do të ndikojë gjithashtu me rezultate pozitive në dobi të tij. Arat kanë gjithashtu edhe kalori. Vlerat ushqyese të shëndetshme të arave janë të shumta. Fillimisht arat përmbajnë substanca aminoacide bazike të quajtur arginin shumë të rëndësishme në parandalimin e arteriosklerozës. Për më tepër, arat mund të konsumohen si për qëllime për të parandaluar patologjit, ashtu edhe ushqyese. Duke ditur rëndësinë e këtij fruti të veçantë në dietën tuaj, do ta keni më të lehtë edhe përdorimin e tij. Arat janë një zgjidhje ushqyese shumë e rëndësishme dietave perëndimore, dhe gjithashtu duhet të jenë zgjidhje shumë e rëndësishme edhe për dietën tuaj. Konsumi i arave vazhdimisht do ta pasurojë trupin me element omega-3. Këto acide yndyrore gjenden edhe tek peshqit dhe tek arrorët. Acidet yndyrore janë të shëndetshme për zemrën dhe mbi të gjitha parandalojnë edhe rrezikun e problemeve të zemrës. Arat përmbajnë gjithashtu edhe fibra që ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Fibrat luajnë një rol kryesor edhe në parandalimin e diabetit të tipit 2, citon health.com. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.